E përdaja, 7 bëjnë 6 milion dolar, po e përdor këtë kryeministri apo kryetari i Partisë Socialiste në fushat. I shkoj le të themi në derë topi për ta gjuajtur? Jo, Rama duhet thënë që është mjeshtër i cirkut. Do të thënë Rama e di shumë mirë që njerëzit në këto raste kërkojnë showin, kërkojnë spektaklin dhe Rama e vetmja gjë në fakt që Rama i ka ofruar shqiptarëve dhe vijon të ofrojë shqiptarëve është pikërisht spektakli dhe cirku, por në fakt shumëzimi nuk është 7,6 milion dolar. Shumëzimi vërtet është ai që thot Lulzim Basha, 7,7 barabartë me 313 dhe Rama e ka problemi me Lulzim Basha e ka thënë 7,7,42. Jo. Basha e ka thënë gjatë gjithë fushatës, Basha e ka thënë dhe vijon ta thot dhe me duket kanë gjitur tek njerëzit 7,7,313 dhe Rama përpara se ta marrë atë 7,7,6 milion dolar duhet t'japi përgjegjësi për 7,7,313 për të gjithë bashkëpunëtorët e tij që ka përpara drejtësisë. Dhe i pyetjet fundit, kjo kontratë e ndihmon për shkakun prania e Ela Civitas, Partinë Demokratike dhe zotin Berisha kur jemi vetëm një javë nga zgjedhjet apo nuk është se mund t'japi fitoren? Po fitoren jo vetëm që nuk e jep, po unë mendoj që ka bërë efektin e kundërt qoftë tek qytetarët shqiptarë, po mbi të gjitha edhe tek demokratët, sepse demokratët kanë besuar, ata që kanë ndjekur, po themi Sali Berisha militancë, kanë besuar se kanë në krye të tyre njerëz të ndeshëm dhe njerëz të cilëve u është bërë padrejtësi. Në këtë kuptim kur shohin një shpenzim kaq të madh, 6 milion dollar në një kohë ku këta nuk kanë pasur kurfar pushteti, ndërkohë që nga ana tjetër ata janë akuzuar për lidhje për marrje tenderash, për marrje lejesh për kulla, pas kanë qenë të vërtet gjitha akuzat që kanë thënë se ndryshe si do prodhojnë dhe si do lindin këto 6 milion dollar. Në këtë kuptim mendoj që që nuk do ketë efekt, por ka bërë efektin e kundërt, qoftë te demokratët, por qoftë edhe te qytetarët, sepse e thash edhe pak më parë, një padrejtësi që mund të jetë bërë ose që pretendohet të bëhet, nuk mund të zgjidhet me një padrejtësi më të madhe. Pra opozita, Partia Demokratike, por edhe çdo parti tjetër që synon pushtetin, duhet ta mundi dhe të japë një alternativë tjetër ndaj qeverisë dhe jo ta luftoj qeverinë me të njëjtat mënyra, sepse pastaj do dalim tek ajo që u tha në 2013 dhe siç po tentohet të thuhet dhe tani nga disa analistë mblidhen të gjithë qelbësirat për ta hedhur atëherë odhën Berishën, tani për të hedhur Ramën, ndërkohë që situata jo vetëm që nuk u përmirësua, por shkoi drejt përkeqësimit. Në këtë kuptim nuk mund të mundet e keqja me të keqja, pra duhet një alternativë morale, një politikë e ndeshme, një politikë tjetër. Pra jeni atij mendimi që shpesh e përmendë edhe zoti Dashamir Shehi, që thot pra rikthimi i Berishës thot dhe për të hequr Ramën nuk është një zgjidhje thot. Jo, nuk e kam dëgjuar e thot Dashamir zoti Shehi apo të tjerë, domethënë, por ky është një ekuacion logjik, domethënë nuk mund të hiqet Rama me kthim e Berishës. Unë kam thënë edhe më parë, kam shkruar edhe disa herë, pra vendi është në një lloj paradoksi, Rama duhet urgjentisht të iki, por kurse si të vi Berisha, sepse nuk ofron asnjë gjë dhe nuk ka asnjë lloj alternative tjetër nga ajo e pushtetit. Po ka më shumë vota në kampin opozitar zoti Berisha. Këtë duhet ta pranojmë për shembull. Ne po shohim edhe takimet elektorale. Të djathtët pra janë më shumë të përqendruar tek figura dhe tek drejtimi apo tek Partia Demokratike që drejton Berisha. Ky është një debat më i gjerë në fakt dhe ndoshta edhe minutazhi është drejt fundit, por meqenëse më pas të pyetje, kjo lidhet me elemente të tjera dhe kryesisht kjo lidhet me polarizimin ekstrem që ka politika shqiptare. Po të shohësh dhe minutazhin mediatik dhe të gjithë të tjerat, në 34 vite Sali Berisha ka mizotruar skenën politike shqiptare. Edhe sot që flasim, edhe sot që Sali Berisha ankohet për censurim nga media, është politikani që ka prezencë më të madhe mediatike. Kjo vjen për shkak të lidhjeve të tij, kjo vjen për shkak të historikut të tij të gjatë politik, por kjo vjen për shkak edhe të një lloj financimi të jashtëzakonshëm që media ose elementet caktuar të medias kanë marrë nga ai apo nga pushteti i tij. Por se cila do të jetë opozita e vërtet ose opozita plurale në zgjedhje do ta tetërisë zgjedhjet e 11 maj dhe unë mendoj që Sali Berisha nuk do të jetë më vetmi pol opozitar dhe kjo mendoj që do jetë edhe një kontribut që do të japin këto zgjedhje duke polarizuar politikën shqiptare. Pra nuk do kemi politikë me dy polare, por do kemi një politikë shumë polare. Kjo
mendoj që do të bëj dhe do të sjellë risi pozitive në skenën politike shqiptare për një lloj konfigurimi të ri pas zgjedhjeve të 11 majit, pa Edi Ramën kryeministër dhe sigurisht pas Ali Berishën në krye të qeverisë.